Verzioni aktual I marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi nuk pritet të shkojë për ratifikim në Kuvend. Kreu I Kuvendit Kadri Veseli është duke shqyrtuar seriozisht rishikimin e kësaj marrëveshje. Burimet të Tribuna Channel bëjnë më dije se Veseli është I gatshëm që në cilësinë e kryetarit të Kuvendit të krijojë një komision me ekspert vendor të pozitës dhe opozitës, I cili do të shqyrtonte marrëveshjen për demarkacion. Pas kundërshtimeve të mëdha të shprehura nga ana e opozitës dhe shqetësimeve të banorëve të zonës, Veseli është I gatshëm që të ndërmarrë një nismë, e cila do të jepte epilog çështjes së demarkacionit, ka thënë ky burim. Gjithnjë sipas këtij burimi, Veseli për këtë propozim ka biseduar edhe me kryeministrin Mustafa dhe ambasadorët e vendeve të Kuvendit. E nga ana tjetër në Aleancën për Armiqin e Kosovës, e cila ka ngritur e para këtë shqetësim, shprehin gatishmëri që të mbështesin secilë iniciativë e cila do të përmirësonte marrëveshjen për demarkacionin. Nënkryetari I kësaj partie Palekaj thotë se kjo marrëveshje në asnjë variant nuk mund të kalojë, ndërkohë ka thënë se AAK është e gatshme të kontribuojë përmirësimit të marrëveshjes pasi të jetë shkarkuar komisioni aktual. Po unë mendoj që çka është e mirë që kjo marrëveshje mos të implementohet, mendoj që Aleanca është e gatshme, por vetëm kur ka siguri që kjo do të ndodhë, jo vetëm sa për të ulur në tavolinë dhe për të implementuar të njëjtën marrëveshje. Por çka shkon në favor të Kosovës, ne jemi të gatshëm sepse këtu jemi për qytetarët e Kosovës dhe për të mirën e Kosovës. Leka, I cili është edhe shef I grupit parlamentar të AAK-s, ka bërë me dije se AAK nuk do të kthehet më në këtë legjislaturë. Çdo kthyrje në e aleancës e deputetëve në seancë është vetëm për të caktuar data zgjedhjet dhe për të shpërndarë ky parlament. Çështja e demarkacionit me Malin e Zi është aktualizuar shumë, sidomos pas vendosjes nga ana e Bashkimit Evropian si kriter për të përmbushur para se qytetarët të lëvizin lirshëm në zonën Schengen.